vlerësim paraprak dhe jo një konstatim përfundimtar. Për shkak të kohës dhe rrethanave në cilat u kry, por dhe për shkak të vëllumit të madh të dokumentacioneve, procedurave që u dashur mi udhëheq, por evidenton një numër shqetësimesh serioze dhe të dokumentuara që nuk mund të shpërfillen. Raporti nënvizon se standardi relevant i vlerësimit duhet jetë Kushtetuta e Kosovës dhe Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut, e jo praktikat potencialisht problematike të tribunaleve tjera ndërkombëtare që shpeshherë janë përcjellë me probleme serioze, konstatuara dhe nga vetë gjykata në raste të ngjashme. Autorët e këtij raporti rekomandojnë krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm të pavarur dhe të financuar në mënyrë adekuate për monitorimin e vazhdueshëm të proceseve gjyqësore, kërkesë shtruar ka më prej qysh nga viti 2021 prej institucionit të Avokatit të Popullit dhe premijes i Avokatit të Popullit. Dhe monitorimi duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshëm edhe me nivel të lartë profesionalizmi që kishte me mat edhe kishte me mbikëqyr gjykatën për efektshmëri dhe zbatim standardeve me një mbikëqyrje të jashtme. Human Rights është një organizatë e pavarur juridike me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, e lidhur me profesionin e avokatëve në Angli, duke marrë parasysh autoritetin, integritetin profesional dhe kredibilitetin ndërkombëtar e organizatë, si dhe natyrën e pavarur dhe të dokumentuar të këtij vlerësimi preliminar, unë konsideroj që raporti bart peshë konsiderueshme juridike dhe institucionale, pasi identifikon shqetësimet serioze që prekin drejt për drejt standardet themelore të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtën për gjykim të drejtë sipas tenit 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, të drejtën për liri dhe siguri, për mbrojtje, respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe efektivitetin e mbrojtjes juridike. Edhe pse raporti nuk nxjerr konstatime përfundimtare, niveli dhe natyra shqetësimeve të identifikuara krijojnë rrezik real për përcënim sistematik këtyre të drejtave dhe kërkojnë trajtim urgjent institucional. Mesazhi kryesor që rrjedh nga raporti është nevoja për forcim të menjëhershëm të transparencës, llogaridhënies dhe mekanizmave të mbikëqyrjes së pavarur me qëllim parandalimit të këtyre rrezikeve, dhe që mangësitë procedurale apo strukturore të mos cënojnë legitimitetin e procesit gjyqësor. Në këtë kuadër, Avokati i Popullit do të vazhdojë angazhimin për shërtimin e mëtejshëm të çështjeve që ka evidentuar ky raport, por çështjeve tjera që nuk kemi mujt me i përfshin këtë raport, që janë